Nga qyteti i Fierit, një burgosur tenton të arratiset pikërisht nga burgu i këtij qyteti. Do të kem në këto momente kolegun Xhemil Beharaj për më shumë detaje. Xhemil, përshëndes. Cila është situata atje dhe a është zbuluar identiteti i të burgosurit që ka tentuar largohet? Të përshëndes nga qyteti i Fierit, unë jam pozicionuar diku pak larg burgut sigurisë lartë në qytetin e Fierit, pasi duke u gdhir dita e djeshme, gjatë orëve të para të mëngjesit, një i burgosur ka tentuar që të arretiset nga qelia e tij. Sipas raportimeve paraprake, burimeve paraprake të informacionit, mësohet se bëhet fjalë për të dënuarin Bledar Selmanaj, i cili ka qenë, është i dënuar për vrasjen e një shtetasi pikërisht Julian Bullarit. Të paktën këto janë raportimet e fundit që vinë, sipas këtyre burimeve mësohet se ai ka tentuar që të presi hekurat e dritares, por është pikasur nga gardianët dhe policët të roje të burgut, të cilët kanë vepruar menjëherë duke e arrestuar, pra duke i hedhur prangat dhe duke e zhvendosur atë në një qeli tjetër. Po sipas këtyre burimeve mësohet se Selmanaj ka tentuar dhe dy herë të tjera që të arretiset nga qelit e burgut, andaj nga ka vojtur dënimin. Ai po merret në pyetje, gjithashtu punonjësit e sigurisë dhe grupi hetimor po merren në pyetje dhe po shikojnë edhe situatën se si ka mundur që të fusi mjetin prerës për të prerë hekurat e dritares së burgut, çfarë ka përdorur i dënuari që ka arritur që të presi hekurat e dritares dhe të tentoj për të dalë nga qelia. Bëhet fjalë se mund të ketë qenë ndonjë fletë sharre, pra tip sharre e holl teli, e cila mund të jetë futur brenda në qelinë e burgut me ushqimet që i burgosurit i kanë çuar familjarët apo ndonjë shok i tij. Gjithsesi këto janë hamendësime dhe burime paraprake, por do të jetë grupi i hetimit ai që do të zbardhi komplet se kush ka qenë gardianët që kanë kontrolluar ushqimin dhe si ka arritur që i burgosurit të fusë brenda mjetin prerës për të sharruar hekurat e dritares së burgut. Të paktën këto janë burimet më të fundit. Ndërkohë, për çfarë po e vuan dënimin i dënuari? Atëherë Selmanaj është dënuar për vrasjen e Julian Bullarit. E kuptoj. Ndërkohë, Nuk e kemi informacionin se sa është dënuar dhe ku ka qenë më parë, në këtë burgje ka qenë më parë që ka tentuar të arratiset dhe dy herë tjera. Xhemil, ka të shoqëruar edhe nga ana apo hetim edhe nga ana punonjësve të burgut? Arnold, siç e thash pak më sipër, grupi hetimor po vazhdon punën që të marrin në pyetje, të kontrollojnë dhe kamerat e sigurisë, për sa kanë ruajtur DVD riderat, serverat, për sa kohë janë planifikuar ato që të ruajnë pamjet, për të parë se kush ka qenë personi që ka arritur që të fusi mjetin prerës për të sharruar hekurat e dritares së burgut, por gjithashtu për të parë edhe nëpërmjet pamjeve se kur ka qenë dita, kur dyshohet se ka qenë dita dhe kush kanë qenë punonjësit e policisë apo gardianët atij që kanë lejuar për të kontrolluar ushqimet që janë futur të burgosurit. Xhemil, ndonë se është një burg i sigurisë së lartë, pra është vlet përmendet që është edhe disa herë që Bledar Selmanaj ka tentuar të largohet nga ky burg. Thuhet për burg të sigurisë të lartë për burgun e Fierit, ndërkohë që dy tentativat e tjera të Bledar Selmanaj ka qenë në burgjet e tjera, jo këtu në burgun e Fierit. E kuptoj. Po. Mirë, Xhemil, të falenderoj. Faleminderit juve. Ishim me Xhemil Beharaj nga Fieri, aty ku mësohet për ngjarjen se i dënuari Bledar Selmanaj tentoi të arratisej për të disatën herë nga burgu i Fierit, teksa është pikasur nga gardiani ditën e djeshme. Bledar Selmanaj ka tentuar arratisen nga burgu, ku mësohet se ndodhej në zonën e Erimit, teksa tentoi që të dilte nga rrethimi i burgut, por në këtë moment u pikas nga një gardian i cili njoftoi rojet të cilët e kapën Selmanaj në flagrancë. Por kjo nuk është hera e parë që Selmanaj tenton të arratisej nga burgu.